Tu në Qaben jam dalë që ishte ai kroj që unë para një viti e kam gjetë në ndërtime si, në rregullime si, pra i kru që nalin shumë makina, edhe ky burri që e ka bo një punëtor, i shkëlqyrë muratore, që merret me mure me njëra tjetër, që është në Tiranë, për nga zona e Fugës, e ka bo me vullnetin e tij, ka disa bukur ka bo, edhe me këtu që nga tje, por edhe me këte, që ti mund vite të rrish, ja, mund vite të rrish këtu, edhe vjen ndihet. Pra është një mrekulli, pra tjetër e ka bo një person me vullnet personal. Ka harxhu nga vetja vet, sepse ai jeton në Tiranë, por vjen tonë në trojet e të parëve, bën punë nga atje edhe e ka po për gjithë njerëzit u për. Po shiko, unë du të flas realisht, edhe për një gjë tjetër. Ky nuk është lima se investimi shtetëror i shohim me një sy tegër, për fatin e keq, se s'duhen pa. Edhe kemi tendencë në burra vetëm sa me i prish me i shkatru. Po dhe investimi që është privat, ka bo burihujmë me lekë të qepit, mban fëmijët, me sovatime, me trasat, me more që ban, pra me djersë e ballit, dhe ka atje që e ka për fëmijët e vetë, ka dhe ka bojnë punë publike, dhe qanov tani, edhe këtu ka me Torina, por edhe këtej, sepse i hedhin nuk e ushoj fare, shpisi e kanë moshë të venin këtu, pra që është një vend i nalesave të makina i shkëlqyer, të kthejmë dhe nga ana tjetër, ja. Edhe nga ana tjetër, që këtu po ta pastrosh, se ky ujë vjen, edhe shkon deri atje, ta pastroj, edhe ata që më mbajnë rrugën ma. Kjo është gjë shumë e bukur, është gjë shumë e këndshme, ja pasën hedh atje. Ja, shishet atje në rrap. Tani po që është më shëmtuar, po e shëmtuar fare. Që që bëjmë, ta që vini nalin këtu tani, në vend që të ta majnë venin pastër, edhe dhe hedhin këtë Turina, shikë që kanë bërë, ja. Shikë, ja. Ja, si janë, shikë. Shikë si është ja kjo. Urdo si ja kjo. Një skandali vërtet. Ne, këto që janë domethënë krojnat, që janë kështu vende pushimesh, të hershme me radhë është mirë që të jenë vende shërbimit me dinjitet, të pastra, të jenë mjedisore dhe të ruhen si sytë e ballit. Është shumë e rëndësishme kjo. Thash, unë po e them edhe një herë, duke qenë në këtë planin e bukur këtu, se sa bukur duket ky kroj këtu, po thënë në emër të punës vullnetare që ka bërë një person për ta shijuar njerëzit, si që shijojmë vazhdimisht për pirë në këtë ujë që është i mrekullueshëm, për të freskuar sidomos tani verse me radhë. Pra apeli im është që ju udhëtarë që kaloni këtej, ju lutem shumë ta mirëmbajmë, të gjithë ta mirëmbajmë të zonë. Tu nga Qaben.